Ish deputeti i LDK-s Nasir Rugova ka reaguar duke shprehur shqetësimin e tij për situatën politike dhe institucionale në vend, të cilën e quan labirint të paqartë me pasojë serioze politike, ekonomike dhe sociale. Ai kritikon atmosferën toksike, mungesën e dialogut dhe përçarjet, duke theksuar se vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja. Rugova apelon që LDK-ja të marrë rolin prijës dhe të rikthehet te ideologjia e saj shtetëndërtuese, duke u hapur për figura të reja e të fuqishme. Ai kërkon reforma të menjëhershme brenda partisë dhe thekson se LDK ka potencial të mjaftueshëm pa nevojë për koalicione të panatyrshme. Në fund ai deklaron se nuk ka synim për asnjë post politik. Në vijim postimi i tij plot, vendi ynë po vazhdon të rrëshqas në një labirint institucional dhe politik tepër të pakjartë, me implikime serioze jo vetëm politike, financiare dhe sociale, por edhe në pasiguri të madhe në funksionimin e shtetit. Ambient politik toksik, mungesë dialogu politik, mos tolerancë, urrejtje dhe përçarje absurde, gati anakronike. Është momenti i fundit që edhe pushtetarët, edhe subjektet politike me traditë, shtetëndërtim, të reflektojnë, si duket po shkojmë në zgjedhje të reja. Roli dhe përgjegjësia e partisë që ideoi shtetësinë e Kosovës do duhet të ishte pritar në dalje nga ky kaos politik, institucional e moral. Leadershipi i LDK-s duhet të jetë tepër vigjilent, unifikues, larg pamës në mënyrën që të ketë peshën e mjaftueshme politike që të prijë në udhëheqjen e shtetit. T'i kthehet ideologjisë dhe filozofisë politike burimore, të ftojë të gjithë njerëzit me peshë politike, veprimtarët, njerëzit që e duan LDK-n, nga qarku akademik dhe kulturor, dhe të hapet për njerëz të duhur që i kontribojnë në rikthimin të pritur, me urgjencë duhet reformë dhe ndryshim me takt në disa deg, pas një analize të saktë, mirëdashëse dhe që e kërkon koha. LDK ka mjaft potencial dhe nuk ka nevojë për koalicione të panatyrshme me askënd, prandaj është kohë reflektimi dhe veprimi me takt e racionalitet. LDK e urtësisë, dijes, e shtetëndërtimit dhe e besimit i duhet shumë Kosovës. Nuk kam asnjë aspirat për asnjë pozitë politike, ky apel është vetëm në interesin e fuqizimit dhe rikthimit të LDK-s si garancë e stabilitetit dhe e prosperitetit të shtetit tonë.